Veteranët e Vllaznisë janë ndeshur me ato të Real Valladolit në stadiumin Loro Buriçi. Të pranishmit në stadium pan duke luajtur sërish disa prej emrave të njohur të Vllaznisë, si Avenir Dani, Hysen Zmijani, Fatbardhiera, Nikolin Thana, Kujtim Shaba, Rudi Vata, Fiorensin Sinani, Armando Cungu, Suad Lici, Safet Osja, Auron Miloti, Altin Gjahysa, Dreqim Shtubina, Asim Gjokovic dhe Sajmir Patushi, ndërkohë që trajneri i këtij ekipi në këtë ndeshje ishte Hysen Dedja. A të them drejtën, a di se na kanë mungu këta organizime të tilla. Ka vite që nuk grumbullohen të kenë takime. Jo them kështu ndërkombëtar që është sot me Valladolidin, po takime edhe të jenë si kampionat kështu brenda me skuadra shqiptare. Përpara është praktiku, sidomos para viteve 90 kur unë lusha futboll, veteranët që ishin të asaj kohe lushin, dhe thosha sa mirë organizojnë. Inshallah, uroj që kjo të jetë nisma, edhe kështu na premtuan, edhe si Alban Hasani dhe Ron Miloti, kështu na premtuan që do të ketë përsëri grumullime të tjera, që do të lozim me skuadra që Dinamo Zagrebit dhe të tjera. Unë besoj që kjo ngjarje është kujtesi herë, është gjë e mirë që bashkia organizon kështu lloj takimesh me veteranë. Besoj që është e domosdoshme që edhe ne të krijojmë ekipi jashtë, por dalim së vite dhe të kena aktivitete shumëllojshme që të japim mesazhet e qarta që vetëm sporti është e që na përshkon. Vitet bëjnë drejtën edhe duket drejtja shumë i rëndum, duke pas parasysh se çfarë kushtesh janë sot, mendoj se është mesi e zakonshme me luajtur futboll. Është vërtet kënaqësi në këto momente, në këto kushte, në këtë moshë ne përpiqemi të shprehim diçka ose të japim diçka nga e kaluara jon, por gjithmonë janë me shumë vonesë gjanat. Gjithsesi, është gjë e bukur të luash në këto nivele me këto skuadra të huaja, kuptohet është interesi më i rëndësishëm, po përpiqemi që të organizojmë edhe një skuadër veteranësh në që të ardhmen të kemi sa më shumë aktivitete, të jemi fije më të gatshëm, të jemi fije më në tonus të futbollit. Gjithsesi është kënaqësi. Patjetër që kënaqësia shumë e madhe, të lush një ekip me hyje, mund të them kështu të futbollit shkodran, por jo vetëm, edhe ti shqiptar, as më tepër edhe kundër miqve nga Valladolidi që janë në nivele, kanë luajtur nivele të jashtëzakonshme me Real Madridin, me Barcelonë apo me ekipet më kryesore të kampionatit spanjoll. Besoj se është një kënaqësi që edhe një shans që nuk mund t'i jepet shpeshherë në jetë një njeriu. Unë falenderoj Zotit që po e shijoj këtë ditë. Sa i takon ndeshjes, veteranët spanjoll ishin dukshëm më të qartë në fushë se sa shkodranët dhe si rrjelloi fituan me rezultatin 2-0. Pjesë e Real Valladolit ishte edhe ish mesfushori i kombëtares Valdet Rama. Një lojë shumë e mirë, jam gëzuar shumë që organizoj këtë lojë dhe për mua ka qenë pasi kam luajtur në Valladolit dhe gjithashtu në Shqipëri jam si kur në shtëpinë time dhe më gëzuar shumë që i kam takuar edhe ta shokët, se kohë ka qenë që nuk kemi parë dhe këtu mu taku ishte një kënaqësi shumë e madhe. Ndeshje të tilla veteranësh pritet të zhvillohen në të ardhmen sërish në Shkodër pasi këto sfida durojnë emocione për të pranishmit në stadium.